Përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ju fansat e Luizit, Luiz Elli nuk ka të ndalur. Sot në fakt janë fokusuar më së shumti tek Luizi dhe tek Kiara, sepse projektet e tyre, veprimtaria e tyre, puna e tyre s'ka të ndalur. Janë duke projektuar të ardhmen, unë e them, në mënyrë shumë dinjitoze, janë duke punuar me shumë përkushtim dhe po sjellin gjëra shumë të bukura tek publiku. Luiz Elli solli filmin Loja e fundit, një film që kori sukses të jashtëzakonshëm. Imagjinoni, akoma jepet premiera e filmit, po bëhen të plota 2 muaj, Luiz Elli akoma jep premiera. Kjo do të thotë një super arritje dhe pastaj ju thoni Tiranë ti e mbështet Luizin. Jo, Luizi është për ta mbështetur, sepse Luizi bën projekte që vetëm premiera, kjo ndodh në histori të filmit, sinqerisht, i shkon 2 muaj. Kjo tregon që ka njerëz të cilët e duan, e admirojnë, janë të pasionuar pas Luizit dhe duan ta dëgjojnë Luizin qoftë edhe 2 muaj me radhë. Kjo është arma e suksesit të tij. Sonte Luizi dhe Kiara janë në Londër, kanë mbërritur në Londër. Luizi po voziste makinën, Kiara ishte i çike turbulluar nga rruga, por gjithsesi sonte do të jenë në premierën e filmit dhe besoj që shqiptarët e Londrës do të kenë fatin që ta takojnë Luizin edhe Kiarës. Përpos filmit, Luizi e ka publikuar tashmë, unë e komentova në një video i çik më herët që Luizi do të jetë pjesë e televizionit Top Channel, që do të vi me emisionin e tij të ri Night Show, një emision që do të bëhet për herë të parë në historinë shqiptare në Shqipëri. Nuk është bërë më herët, domethënë janë bërë night emision si tipi Xing me Ermalin, emisione të ndryshme, Agron Llakaj, kanë patur dhe vëllezërit Veshaj, por ky format që do të sjellën Luizi është një format që më së shumti le të themi i ngjason Talk emision, domethënë Luizi do ta sjellën për herë të parë në Shqipëri, mendoj që do të ketë një sukses të jashtëzakonshëm, mendoj që do të ketë një shikueshmëri të paparë dhe besoj që do të duartrokitet dhe do të mbështetet edhe nga publiku. Interesi i publikut ka nisur, sepse Luizi ka postuar edhe hyrjen e tij tashmë në Top Channel, ka marrë dhe të drejtën e kartës hyrëse. Kjo tregon që Luizi ka bërë kontratat, por çfarë po ndodh tjetër me Luizin? Luizi po sjellë një projekt tjetër gjigant. 5 këngë, jo 1 po 2, por 5 këngë, një pas një, sillen nga Luiz Elli. 5 projekte të bukura, 5 këngë të punuara në mënyrë të detajuar, 5 këngë ritmike për të gjithë shqiptarët që tashmë kanë filluar plazhin, do të fillojnë plazhin, do të fillojnë verën, sepse jemi në muajin e parë të verës, në muajin qershor, do të kenë fatin dhe shansin ta shijojnë suksesin me 5 këngët e Luizit. 5 këngë që janë 5 videoklipe të kuruara në mënyrë më të mirë të mundshme. Le ta ndjekim Luizin, le ta shohim dhe ta suportojmë Luizin. 5 këngë së shpejti në kanalin zyrtar të Luiz Ellit.